Pas gati 10 viteve nga përmbytjet në Hasanbek të Shkupit, problemi pas gjithur vazhdon të mbetet pjesa e kanalit e papastruar. Sipas banorëve, deri tani është premtuar disa herë zgjidhja e këtij problemi, por deri tani, pas çdo shiu, frika vjen se mund të përsëritet ajo që ndodhi dikur. Por sa herë beshaj na trishtohemi. Kemi frikë valla sa herë beshi pasha herë. Se kemi heka, edhe gjithë kemi heka. Mu shpajnë ma ka prash. E tunaj. Këtë shpajnë ma ka prash. Qëpërte në muri u rëzua se. Edhe kur ke komisioni, edhe kur ke me këshire, edhe kur e pa, tha këta mos pa hajet. Dja e një frigu kur ka një shiu? Po që shjo, na gjithëherë frigomi. E për qatë po të thomë si kanali duhet tjetë gjithëherë i pastrum, shkon. A si që ti zantë, a ju të këthene në hajtë në përshpia. Probleme kena, sa të bëj shi problem, edhe se pastru, për rinë gati me pastru, kërkosh qashtu. Dje sa e shok, keni pastru vetë si banorët këtu? Po vetë kena pastru. Do koj shi që tu pa pare, valla të bagerat i prunën e banën. Ne se qelen me hecuj, se a gje dulë shumë, se këto kone zanë që kjo okej. Po duhet tërmeret pak ma shpesh pastrimi. Ato e kanë bo kishe ta bojnë me gure, me bëpe, ka tonë ka kujdi me shka. Sipas komunës e Gazibabës, rregullimi i shtratit e kanalit në Hasanbek filloi kohë më parë, por pas iniciativave dhe kërkesave të banorëve që i njëjti të betonohet, punimet u ndërprehen dhe projekti u ridefinua që të ketë edhe shtresë betoni. Sipas komunës e Gazibabës, pritet që punimet e rifillojnë përsëri për një periudhë të shkurtër. Nga shirat e djeshëm edhe në Hasanbek kishte dëmën e pronat private. Nga përmbytjet e vitit 2016 në Hasanbek, jetën e humbën 23 persona, ndërsa u shkaktuan edhe dëmët e shumta materiale.